Logjiko me lojën, se ç'bëhet. Po mund e Luizin. A kupton ku je? Mirë, më fal çfarë ka një ty, do rresh në shtëpi, do fitosh. Po kam pas problem për mirë. Po kam pas problem për mirë. Njëri stogaritet, po thon përgjithësi kështu tjetër. Me hap syt e çosh ti për gjumit, do gjoja po është që është këtu të këtu ke vatë. E vetë me kryhe që nuk trafon po. Si hall syt asnjënes. Të cilët dy banorët që shkon në nominim. Luizi nuk është banor. Shumë la pazane këtë urdin parë, më herë ka folë letër. Ky, qose unë i kam thonë du me hinë publik dhe me thonë që atu banami. Ja me hinë dhe bëjt një të një. Si e të duhet. Qose ata më thonë, ati Luizi hinë dhe me thonë që ju e keni dhej. Mbaroj si gjë, por po përmendet akoma. Bëhet fjalë për Big Brother VIP Albania. Disa nga personazhet që dolën nga ky reality show u bën shpejt super të famshëm. Me famën të vëmendjen e madhe mediatike në llogaritë e banorëve u shtuan edhe disa zero prapa. E nisi me fenomenin Luiz, I cili me t'u larguar nga shtëpia, shifrën për një mbrëmje muzikore pati 10.000 euro, derisa tani ka arritur në 30.000 për pak minuta performancë. Ka zëras që thonë se një diskotek duhet ta paguaj, hiq më pak se rreth 40.000 euro nëse dëshiron ta ketë. Nga Luizi kalojmë tani tek partneri I tij tashmë bashkëshortja, Kiara Tito Eile. Ajo po shfrytëzon në mënyrën më të mirë të mundshme Instagramin duke promovuar biznese nga më të ndryshme. Sigurisht edhe çmimet po shkojnë flak. Unë buzëqesh vetëm me Dental Med Austria. Hej goca, sot po I prezantoj me parfumet. Nxumëson që një kompani po e paguan ato hiç më pak se rreth 1.500 deri në 2.000 euro për një postim. Aromë fantastike që ka. Kjo I bie që prezantuesja shqiptare mund të bëjë jetë luksi thjesht nga story dhe postimet në rrjetet sociale e lërë më të jetë imazhin ndonjë nga brendet e njohura. Deputeti le të themi merr 2 milion lekë. Pasaj renditet Visit të cilin sa herë kemi kontaktuar për intervistë, na thoshte se gjendet në jug të Shqipërisë, duke u angazhuar në projekte të reja. Por në fakt ky personazh është I kërkuar jashtë vendit për të dhënë show, e realisht batutat e këndshme të tij bën virale gjithandej në rrjet, duke marrë miliona klikime, mira pëlqime, qindra komente. Pas ti renditën vajzat Dea, Michal dhe Efi, kjo e fundit po shfrytëzon Instagramin për të etiketuar bizneset ku përdor imazhin e saj për reklamim. Edhe numri ndjekësve të saj ka pësuar ndryshime, po jo aq sa Dea Michal, e cila ka deklaruar që pagesa që marr për postim është me 3 euro. Nxumëson që Deushi merr hiç më pak se 1.000 euro për postim, shifër goxha e kënaqshme kjo apo jo? Në anën tjetër, Jori si Jori me ato lëvizje atraktive ka qenë imazh në videoklipin e Noizit, e madje të menjëhershme ishin reagime të publikut që thonin se mes tyre po lind një romancë. Në fakt, qëllimi I takimeve të shpeshta pas ka qenë thjesht për biznes. Edhe Jori për një katalog merr nga 500 deri në 1.000 euro. Ishin këta disa nga pak emrat që famën po e shfrytëzojnë në mënyrën më të mirë të mundshme, duke fituar shifra jo edhe të vogla.